nuk po du me anashkalu rëndësinë e bashkëpunimit me stafin shëndetësor, duke filluar nga doktoret, infermierët, mamit, e të gjithë stafin, cilën kanë bënë me shërbim ndaj shëndetit tonë. A keni menduar që është e nevojshme edhe ndonjë kampanjë se edhe ata mund t'jenë një dorë e mirë në përmirësimin e gjendjes në këto kauza? Pikërisht, kjo është edhe krejt plani jonë që ta mësojmë një dialog, një hapësirë, qoftë përmes podcastve, qoftë përmes mediave sociale, ku pastaj ne mundin marrë edhe komente apo mënyra të tjera se si me i adresu. Edhe kjo është njëra prej pikave të sënd, edhe une mendoj që është shumë e rëndësi, sidomos në aspektet e komunikimit të mirëfillt. Une vetëm e përmena se profesionistë shëndetësor kanë kompetenca, janë të përgatitur dhe në bazë të kësaj ata pastaj ta zhvillojnë edhe